Në verën e vitit 2025 nisi aksioni më i madh i dekadës së fundit, lirimi i hapësirave publike. Ky aksion ushtri në qytetet më të mëdha, por edhe në ato zona të mbrojtura si Theti dhe Valbona, në kulmin e turizmit, për të liruar atë që kryeministri Edi Rama e quajti zaptim i dekadave. Më lëshie jo të mirë, nuk e shikoj një qasje të logjikshme, të arsyeshme, një pjekuri institucionale, një pjekuri administrative apo politike, që ti të ndërhysh në pikun e verës, në pikun e sezonit turistik, gjë e cila më thotë se ka qenë krejtësisht e pastudiuar, se është krejt normale, në qoftë se nuk ke një strategji për të kontrolluar territorin, atëherë ti ke zgjedhur rrugën e aksionit. Kur je i vendosur për të ndërmarrë aksionet shpejta dhe blic, për ty nuk ka interes koha, por për qytetarët, për bizneset, për periudhën që ka ndodhur në temperatura 40 gradë të shembësh, të çosh shfadroma, të krijosh mbetje, zhurmë, është problem jashtëzakonisht i madh, qoftë për mjedisin, qoftë edhe për shëndetin apo gjithë aspektet tjera. Në nëntor të këtij viti, kryeministri Edi Rama tha se vetëm në Tiranë janë shliruar 100.000 metër katror hapësirë e lirë, por ndryshe nga ajo çfarë paralajmëroi kryeministri, ajo që ne tashmë shohim në terren, janë që një pjesë e bizneseve janë bindur urdhrit, kanë hequr tendat dhe morët rrethuese, por kanë bërë një shtim të karrigave, ndërsa një pjesë tjetër janë prekur duke u mbyllur përfundimisht, çka përkthehet edhe në një rritje të numrit të punëtorëve tashmë të papunë. Është prishur çadra, është dhënë një goditje me fadroma, po janë hequr disa kolona mbajtëse, po ka 6 muaj që pjesa tjetër e mbeturinave janë akoma në atë pjesë të hapësirës publike të përbashkët. Na vjen jashtëzakonisht ankesa dhe pranë institutit, ku shumë në ankohen për faktin që ne jemi në një lagje. Njërit ja kanë prishur, tjetrit nuk ja kanë prishur. Tek rruga ime janë larguar të gjithë karriket apo është pastruar hapësira publike nga çadra, tenda apo arka të këtyre bizneseve të vogla, fruta perimeve të tjera. Paralel, në anën tjetër nuk ekziston kjo që vazhdon biznesi siç ka qenë dikur më përpara. Kjo krijon një pabarazi, kjo krijon probleme sociale, kjo nuk janë sjellje të mira. Ky aksion nuk është shoqëruar edhe pa përplasje, ku deri më tani 11 persona janë vënë në pranga dhe 141 të tjerë janë proceduar. Rama ka patur një paralajmërim edhe ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, që sipas tij kanë bllokuar vijimin e procesit për lirimin e hapësirave publike. Rama nuk ka absolutisht as një punë, as në bashkitë e Majta, as në bashkitë e Djata. Këto frenat që ka marrë, i ka marrë në rrugë të gabuar. Këto frenat që ka marrë nuk i shërbejnë demokracisë lokale. Këto frenat që ka marrë nuk i shërbejnë punës, propagandës, apo edhe asaj që është reale për të antarësuar drejt Bashkimit Evropian. Nuk ka kryeministër në Evropë që merret me punë komunale. Nuk ka kryeministër në Evropë që vendos se ku duhet të jenë vazot, cili trotuar duhet hapet, cili lulishte duhet të mbyllet, ku shtend duhet të prishet, cili nënkryetar duhet hiqet, cili nënkryetar duhet vendoset në bashki. Aksioni i 2025-s po rishkruan hartën urbane. Nga njëra anë është mirëpritur me duartrokitje nga qytetarët të cilët kërkojnë lirimin e hapësirave publike. Nga ana tjetër nuk është pranuar nga një pjesë e madhe e bizneseve të cilët shprehet se po falimentojnë. Dhe ndërsa dimri po afron, një pyetje që shtrohet për kryeministrin Edi Rama është nëse do të vijojë me të njëjtën forcë kontrolli apo masa do të zbuten bashkë me të ftohtin.